Në ndërim të epopesë së Çabratit, përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës Dega në Xhakov, me humazh ndërimi kanë kujtuar dëshmorët që flijuan jetën e tyre për lirinë dhe pavarësinë e vendit në përvjetorin e 26 të epopesë së Çabratit. Shefqet Sheu, kryetari i LDK-s në Xhakov, tha se kjo ditë është një ditë e rëndësishme për veprën e dëshmorëve dhe martirëve të komunës sonë. Kjo ditë, kjo datë është e shënuar sepse simbolizon veprën me kulminante të djemve dhe qikave të komunës sonë dhe përtej për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Po ashtu, kjo ditë, kjo datë simbolizon edhe veprën e martirëve të komunës sonë, të cilët sot janë dëshmia më e mirë se ne jetojmë të lirë, të pavarur dhe janë vetë simboli i Republikës Kosovës. Kryetari Shehu gjithashtu tha se përveç shndërimit të dëshmorëve është e rëndësishme që vlerat për të cilat ata luftuan të ruhen dhe të mbrohen çdo ditë.